Sot kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj ka pritur dhe nënshkruar kontratat me përfituesit e granteve me AZHR-n, të cilët do të startojnë me startupet e tyre për të ndihmuar bizneset nismëtare. Fillimisht për aktivitetin e AZHR-s ka njoftuar koordinatori Qazim Pirana, kurse për përfituesit e këtij viti ka njoftuar Enver Hoxha, menaxher i këtij projekti. Më shumë të përfitues kemi nga vajzat dhe gratë të komunës sonë, po i kemi edhe bizneset e vogla që janë përfituese të këtyre granteve. Pra janë biznese me të vërtet vogla që me ligj quhen mikro biznese, për shkak se shumë politikanë i ngatrojnë bizneset e vogla kur i përmendin, po këto janë me të vërtet mikro biznese me ligj deri 9 punëtor, edhe kanë qarkullim ma tult. Pra bizneset e vogla janë ato që i kanë prej 10 deri në 49 punëtor. Kryetari Edin Mir ka qenë edhe drejtori administratës tatimore, edhe ato bizneset vogla realizojnë qarkullime milionëshe. Po, është me rëndësi pra me i mbështet, me i ofru mundësi, me i mbështet bizneset që me pas sukses pra me ndiku në hapjen e vendeve të reja të punës edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik pra të komunës sonë. Kanë aplikuar gjithsej 38 ndërmarrës potencial, 26 femra, 12 meshkuj, kurse në lot 2 kanë aplikuar 32 biznese ekzistuese, 7 biznese me pronore femra dhe 25 biznese të meshkujve. 2 biznese kanë aplikuar pas afatit caktuar të aplikimit. Fondi total në dispozicion vitin e kaluar ka qenë 60.000 euro, ndërsa pas bashkëfinancimit të aplikantëve përfitues, ky fond do të rritet në 75.471 euro. Vlerësimi, siç e dini, ka qenë i ndarë në 2 faza, në vlerësimin administrativ dhe atë përmbajtësor. Në lotin E, 19 aplikantë janë eliminuar gjatë vlerësimit administrativ për arsye të ndryshme. Oferta nuk është përputhur me buxhetin, ka qenë sektori jo i lejuar, ka munguar ndonjë dokument, buxheti është kalkuluar gabim apo ka aplikuar ndonjë person që ka pas biznes ndërsa ka aplikuar për startup. Derisa kryetari Totaj ka theksuar se komuna, posa të rregullojë buxhetin, do të ndihmojë edhe më shumë këto biznese. Ai ka falendëruar edhe AZHR-n për përzgjedhjen profesionale. AZHR-n e kemi pasur një partner serioz, edhe kjo është dëshmuar, edhe çdo vit e kemi rrit fondin për përkrahje të bizneseve, po nikosisht është më rëndësi me falendëru edhe qytetarët e Prizrenit, të cilët po aplikojnë me ide kreative, me ide origjinale. Edhe kjo është tregues që ka potencial në Prizren, veç duhet me ditë mënyrë institucionale me kanalizu qëtë potencialin edhe me zgjedh ata që më të vërtet kanë ide ma origjinale, ma të reja, edhe që kanë potencial për me realizu ato. E kjo normal bëhet e mund përmes kritereve të cilat i ka caktuar AZHR-ja, edhe përmes përmbajtjes dhe zbatimit strikt të këtyre kritereve që më mund me i zgjedh ma të mirë, në që qytetet me tani kanë ndodhur. Po si të bëjmë ma shumë pare, më shpreh ma thjesht, si të rregullojmë çdo punë me buxhet, edhe qeveria qendrore ndoshta mbushet mend ndonjëherë, na kemi me pas mundësi financiare më tepër. Edhe automatikisht kemi rrit fondin, që rritja fondit në kupton rritjen e numrit granteve, po edhe rritjen e çdo granti individualisht, për ide të reja, për këta ose për aplikantë të tjerë, edhe në këtë mënyrë një kontribut serioz për zhvillim të ndërmarrësisë edhe të startupeve të reja në Prizren, që në fundit është zhvillim për kontribut ekonomik. Edhe për krijim vendeve të reja të punës, në mënyrë që mos më pas njerëz nevojë më shku dika tjetër me lyp punë. Me këtë rast, falënderime kanë bërë edhe përfituesit si Ariana Laske, Berena Zurnaçi, Marikona Vërmica e të tjerë. Jam nën ushqyese, punoj në shtëpi. Ky projekt ka mundësu me përfitu një laptop për të avancuar më shumë projektet e mia që i bëj në rrjetet sociale. Jam falendëruese dhe mirënjohëse shumë ndaj Shaqir Totaj, kryetarit komunës së Prizrenit dhe stafit të AZHR-s. Jam shumë mirënjohëse për këtë grant, se ideja jeme biznesit është me hapë një lokal sallën bukurie. Kam punu si punëtore gjithmonë, e tash fal këtij grantit është që një start i jemi që fse mujt diçka me arrit për veten time, mas pare në realitet pak me marrë një vetë besem. Që kemi apliku është një makinë që na sjell risi, domethënë është teknologjia e re që na mundson të punojmë ma efektive. Edhe tash kam aplikuar domthonë për makineri,
për përpunim dhe për prodhim domethënë disa pajisje teknologjike që kam na mundësu domethënë një mbarvajtje shumë më të mirë të punës. Këto pajisje që kam përfitu, kam më ndihmu me rrit kualitetin për ta smur edhe sa më shumë me zhvillu punë. Pa u shkel asnjë procedurë fal AZR-s dhe shpresoj që me punë dhe për kushtim tu shpërblej besimin që ka me bo me biznisin tim, me punën time. Tash kemi konkurru për një maqinë për me marë. Falenderoj stafin AZR-s, kryetarin dhe gjithë stafin. Ti është më treba sve zapravari. Hvala puno. Bizim biznesimiz daha çok teknolojik durumlar ilgili. Belki IT olsun, program olsun. Ky grant na jep një motiv shumë të madh për me vazhdu punën edhe për me sjell ide kreative edhe moderne në qytetin tonë. İstediğimiz makine cam üzerine kazıma yapan bir makinedir. Bu arada bu vesileyle başkanımız Şaçır Tota'ya Kryetari Totaj tha se edhe këtë vit komuna po ndihmon me 60.000 euro, kurse në të ardhmen besojmë se do t'i shtojmë këtë ndihmë, tha ai. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.